të procesit të vettingut, dhe ju nështroheshin disa pyetjeve që kishin të bënin pikërisht, nëse ishin ndonjëherë të ndaluar nga autoritetet e huaja apo shqiptare, nëse kishin patur hetim penal të hapur, si kishte përfunduar ky hetim, nëse kishin qëndruar jashtë vendit, gjatë qëndrimit jashtë vendit, sa ishte koha që kishin qëndruar atje, pra 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, 10 vite e tjerë me radhë, aktivitetet që kishin kryer, nëse kishin patur një rekord penal që normalisht do duhet ta deklaronin, dhe në rasti konkret, zonja Gjoka në gjithë formularin e dekriminalizimit që është publik në kuadër të procesit të vettingut pretendonte se nuk ishte patur asnjë problematik me ligjin. Në fakt, shkëndijat e para për zonjën Gjoka filluan të dilin, ose më saktë akuzat e para, filluan të artikuloheshin nga Fredi Beleri, aktualisht eurodeputet, i cili në atë kohë ishte arrestuar nga prokuroria e posaçme në ndyshimet për shitblerje të votës në kohën kur kandidonte për kryetar të Bashkisë së Himarës dhe u votua në atë kohë dhe mori, pra praktikisht doli fitues i zgjedhjeve për Bashkinë e Himarës, por ju e dini se si shkoi më pas historia, zoti Beleri nuk u lejua të vetoj dhe nuk e mori asnjëherë detyrën e kryetarit të bashkisë, dhe për shkak se u dënua nga 2 shkallët, si nga shkalla e parë, pra nga gjykata e posaçme ashtu edhe nga apeli, ajo humbi të drejtën për qenë kryetari i bashkisë, më pas u kandidua dhe u zgjodh eurodeputet, por kjo është një çështje që i përket Fredi Belerit. Ai filloi fillimisht të ngrinte dyshimet e para që zonja Gjoka ishte dënuar në shtetin grek, zonja Gjoka në gjitha daljet e saj ose në komunikimet publike e kishte mohuar një gjë të tillë. Pra ajo ka gënjur pastër apo jo? Ajo ka pretenduar, të paktën në një komunikim që ka patur me rrjetin investigativ BIR, ku në fakt rrjeti investigativ ka patur një ballafaqim të fakteve mes asaj çfarë deklaronte zoti Berisha, sepse më pas akuzat u artikuluan shumë ashpër nga ish kryeministri i vendit, nga njëra anë ngriheshin pretendimet dhe pasqyroheshin pretendimet e zotit Berisha, nga ana tjetër pretendimet e zonjës Gjoka, e cila deklaronte se nuk ishte patur asnjë rekord në shtetin fqinj apo në asnjë vend të tjetër të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu edhe brenda vendit. Por ndërkohë zhvilloheshin hetimet për të. Atëherë, jo, përpara se sa të shkojmë tek hetimet, prokuroria e përgjithshme u vu në lëvizje dhe nisi sektori i dekriminalizimit, i cili është një sektor i posaçëm prokurorinë e përgjithshme, nisi verifikimet e thelluara. Në fakt, ky sektor nuk ka vendimarrje, pra nuk mund parë një vendim për fatin e zonjës Gjoka, por përmes komunikimeve me autoritetet e huaja apo me autoritetet shqiptare, ky sektor arrin të pasqyrojë në mënyrë reale dhe të drejtë ato çfarë ndodh me pasërtinë e figurës së një subjekti konkret, siç është gjyqtari apo prokurori. Në rastin konkret për zonjën Gjoka, sektori i dekriminalizimit ka arritur në konkluzionin që vendimi i dënimit të saj nga gjykata e Janinës është autentik, përrjedhoi ajo rezulton e dënuar dhe nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit, që ka në fakt është shkelje e ligjit, dhe normalisht zonja Gjoka nuk mund të ushtrojë më funksionin e gjyqtares në Republikën e Shqipërisë. Po kush e vendos këtë? Atëherë, kemi 2 momente, prandaj unë i mora me radhë për ta sqaruar opinionin publik. Së pari, prokuroria e përgjithshme mori një kohë shumë të gjatë sepse shkëmbeu informacion me palën greke dhe u desh një kohë shumë e gjatë, gati 18 muaj. Pra ishte një kohë relativisht e gjatë, ndërkohë që zonja Gjoka ishte dhe vijon të ushtrojë detyrën e gjyqtares së posaçme, dhe kjo e bënte shumë sensitive çështjen. Dhe së dyti, paralelisht me bazën e kallëzimit të bërë nga Partia Demokratike, edhe prokuroria e posaçme ka qelur një hetim penal për zonjën Gjoka, duke hetuar për mosdeklarim të rekordit kriminal në formularin e dekriminalizimit. Prokuroria e posaçme në informacionin zyrtar që i ka nisur ditën e sotme News 24 deklaroi që kjo çështje është në hetim, nuk mund të ndajë të dhëna për sa kohë mbulohet nga sekreti hetimor, por në burime të tjera News 24 ka mësuar se prokurorët e posaçëm, sepse bëhet fjalë për një grup prokurorësh, janë duke pritur ardhjen e letërporosisë nga ana autoriteteve greke, ku në fakt prokuroria, pavarësisht se vendimi i dënimit është bërë publik nga zoti Berisha, nuk mund të konsiderohet provë për prokurorët, por do duhet të merret në formën e kërkuar ligjore përmes letërporosisë. Dhe më pas ky vendim vjen në Ministrinë e Drejtësisë, përkthehet dhe në momentin që rezulton që zonja Gjoka është e dënuar, sepse këtë e thot tashmë prokuroria e përgjithshme, automatikisht më pas merren edhe masat. Por kemi 2 momente interesante në gjithë këtë histori. Së pari, nëse zonja Gjoka do ta kishte deklaruar këtë rekord jashtë vendit, nuk do të kishte asnjë shkelje të ligjit. Edhe pse ajo nuk e ka vuajtur dënimin, le të themi? Është një histori e mbaruar, sepse ka qenë dënimi let dhe është parashkruar, e para, dhe e dyta, nëse do ta kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit për shkak të kohës së gjatë për mbi 2 dekada që ka kaluar, pra nga momenti që është firmosur dënimi, nuk do të kishte asnjë penalitet. Mjafton që të ishte pasqyruar në formularin e dekriminalizimit dhe ajo mund vazhdonte fare lehtësisht
punën si gjyqtare, mund të diskutohej moralisht, por ligjërisht nuk Tani kjo është një çështje që ka ndodhur vite më parë, mund ta ketë harruar zonja Gjoka? Nuk e besoj që është një çështje e harruar. Së pari këtu krijohet një problematik. Unë kam mbajtur këtë qendrim në 24 që kur filluan të artikuloheshin qendrimet e para, sepse nuk isha dokumenta. Po, nga zoti Beleri dhe më pas nga zoti Berisha. Më pas edhe zoti Mediu? Patjetër, gjithë eksponentët e opozitës, por në atë kohë nuk isha dokumenta për të provuar çfarë ato pretendonin, kishte vetëm disa shkrime në mediat greke dhe pretendimet e tyre. Por e kam thënë dhe vijoj të qëndroj të njëjtit qëndrim dhe absolutisht e them me zë të lartë që nëse zonja Gjoka edhe prokuroria posaçme e provon që është e dënuar, nuk mund të qëndroj dhe të ushtroj funksionin e gjyqtares në Republikën e Shqipërisë. Do të ishte nderin e saj të jepte dorëheqjen, por edhe nëse ajo nuk e bën një veprim të tillë, do duhet të veprojnë autoritetet. Nga ana tjetër, çfarë krijon problematika? Krijon problematika në procesin e vettingut. Pra kjo vë në pikpyetje procesin e vettingut. Ne kemi një ish antar gjykatës lartë i cili e humbi të drejtën dhe u shkarkua nga procesi i vettingut për shkak se u zbulua një rekord në Itali që bëi fjalë për vjedhje të disa ushqimeve në një market, që po të kthehesh pas në kohë dhe ta gjykosh me hapjen e kohës, për një çështje banale si kjo, ndoshta tërësisht banale, por ai humbi përgjithmonë të drejtën për të ushtruar funksionin në gjykatën e lartë.